Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi bëri të ditur se Këshilli Ekonomik Social ka zhvilluar mbledhjen e radhës, në të cilën janë trajtuar tema me rëndësi për zhvillimin e politikave ekonomike, tregun e punës dhe sistemin arsimor në vend. Siç njoftoi Durmishi, gjatë kësaj mbledhjeje është miratuar edhe programi vjetor i punës së Këshillit, i cili përcakton drejtimet dhe prioritetet e dialogut social për periudhën në vijim. Me këtë program përcaktojmë dinamikën e punës së Këshillit për gjithë vitin dhe vendosim prioritetet për temat që do të jenë lëndë e dialogut social midis qeverisë, sindikatave dhe organizatave të punëdhënësve. Në mesin e tyre janë politikat e punësimit, paga minimale, shporta konsumatore, marrëdhëniet e punës, siguria dhe shëndetin e punë, politikat rinore, produktiviteti, si dhe çështje të tjera që ndikojnë drejt për drejt në standardet e jetesës së qytetarëve dhe konkurrenshmërinë e ekonomisë së vendit tonë. Durmishi informoi gjithashtu se në rendin e ditës gjatë kësaj mbledhjeje janë shqyrtuar edhe 2 propozim ligje të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, propozim ligji për arsim të lartë dhe propozim ligji për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë dhe shkencë. Si Ministria e Ekonomisë dhe Punës mirëpresim veçanërisht faktin që zgjidhjet e reja ligjore i kushtojnë vëmendje të konsiderueshme ndër lidhjes të arsimit të lartë me nevojat reale të ekonomisë. Tregu i sotëm i punës kërkon njohuri moderne, shkatësi praktike dhe harmonizim të madh midis sistemit arsimor dhe nevojave të punëdhënësve. Kjo është arsyeja pse reformat e tilla janë hap i rëndësishëm drejt krijimit të kapitalit më cilësor njerëzor, punësisë më të lartë, të rinjve dhe konkurrenshmëri më të fortë të ekonomisë sonë. Mes tjerash, Durmishi theksoi se Këshilli Ekonomik Social do të vazhdojë të shërbejë si mekanizmi kryesor për zhvillimin e dialogut të hapur dhe konstruktiv ndërmjet qeverisë, përfaqësuesve të punëtorëve dhe punëdhënësve, po njoftoi gjithashtu edhe për uljen e inflacionit dhe punën intensive të inspektoriatit të tregut që kryen kontrolle nëpër markete lidhur me manipulimin e çmimeve.